Përshëndetje, atëherë në këtë video do ju tregoj se si do të plotësoni testin apo detyrën përmbledhëse për lëndën TIC, e cila do të realizohet në kompjuter, në Google Forms dhe gjithashtu në programe specifike ose përkatëse në momentin që do duhet të punoni një dokument të jashtëm. Si do realizohet kjo? Unë do ju tregoj hap pas hapi si duhet ose hapa që duhet të ndiqni ju të gjithë. Në fillim, pamja e tezës do të jetë kjo ose detyrës përmbledhëse do të jetë kjo siç ju po e shikoni tani. Këtu në fillim do të keni tabelën e pikëzimit, pra ku tregohen pikët dhe normalisht ndarja e pikëve për secilën notë. Këtu keni datën, normalisht mund vendosni datën që do të keni ditën e testimit. Duhet vendosni gjithmonë mbani mend fushat të detyrueshme, pra fushat që kanë këtë simbolin e yllit, janë fushat të detyrueshme që ju duhet t'i plotësoni në mënyrë që të regjistrojnë të dhënat në emrin tuaj apo dhe në klasën tuaj. Prandaj këtu duhet shkruani gjithmonë emrin mbi emrin tuaj. Pra emrin dhe mbi emrin tuaj ashtu siç e keni në regjistër. Do zgjidhni klasën. Konkretisht unë këtu kam bërë një shembull për klasat e teta, por nuk ka rëndësi, juve do ju shfaqet gjithmonë klasa që do të keni ju testimi. Pra nëse jeni klasë 6, normalisht do zgjidhni klasën e 6 A, B apo C që i përkisni ju. Po marr si shembull klasën e 8A. Pra në këtë mënyrë dy fushat e detyrueshme janë të plotësuara, në mënyrë që dhe në fund fare nëse ju do të mbaroni testin, ju mund ta dërgoni atë tek butoni submit, që do ja tregoj unë hap pas hapi si do realizohet kjo. Më pas, pyetja që do të ketë detyra përmbledhëse do të jenë të disa llojeve, një siç është ku do të jepet një fjali ose një pohim dhe ju duhet të zgjidhni alternativën e saktë, pra memoria, vend bosh, lejon shkrimin dhe leximin e të dhënave, dhe ju do të zgjidhni opsionin e saktë nga lista që do ju shfaqet këtu poshtë. Pra, atë që ju mendoni që normalisht do të jetë përgjigjja e saktë. Dhe po marr memoria RAM lejon leximin, shkrimin dhe leximin e të dhënave. Një pyetje tjetër, të një lloji tjetër që do të keni është dhe pyetja me zhvillim. Pra që do thotë jepni ju një përgjigje, të shkruani ju një përgjigje apo të shkruani ju pohimin për atë të cilën pyetja ju kërkon që të jepni një përgjigje. Çfarë kuptoni me software dhe sa lloj software kemi? Atëherë, software janë programet kompjuterike. Normalisht sa më plot, sa më saktë, sa më mirë të përgjigjeni pyetjes, po ashtu do të fitoni dhe të gjitha pikët. Nëse ju do të jepni një përgjigje shumë shkurt, normalisht do fitoni pikët për aq sa ju do të përgjigjeni. Pra pyetja e dytë ishte pyetje me zhvillim. Një tjetër lloj pyetje do të keni dhe pyetje të cilat do të jenë me e vërtetë ose gabuar, pra do jepen pohimet në anën e majsit dhe ju e shikoni dhe do të zgjidhni nëse ky pohim është i vërtetë apo është i gabuar. Skedar zipjen skedar të pakompresuar, si shembull po themi, rastësisht po jap e vërtetë. Imazhet EPG janë formati më i përdorshëm në internet. Prap nuk po i kushtoj rëndësi në mënyrën se si po e përgjigjem, po jap thjesht sa për të ilustruar se si dhe ju duhet të përgjigjeni. Normalisht në këtë lloj pyetje të lejohet të zgjidhësh vetëm një prej alternativave, nuk mund të zgjidhni më shumë se një, prandaj keni kujdes për këtë rast. Një pyetje tjetër është dhe tipit që ju mund të zgjidhni, ndryshe nga pyetja e tretë, mund të zgjidhni më shumë se një nga opsionet. Pra, cilat nga pajisjet e mëposhtme janë pajisje hyrëse. Dhe po të shikoni me kujdes, tu kemi dhe pikët, që do të thotë logjikisht do të jenë 3 nga opsionet e dhëna. Prandaj ju do të zgjidhni vetëm 3 që ju mendoni se janë pajisjet hyrëse. Po e marr si shembull, pra po zgjidh këto të treja, pa rëndësi kanë nëse i kanë dhënë sakt apo gabim këto alternativa. Pra në këtë mënyrë, ndryshe nga kjo e para, këtu na lejon të zgjedhim më shumë se një nga opsionet. Më tej do të shikojmë që kemi dhe një ushtrim të tipit, siç edhe unë e kam demonstruar në klasë, ku ju do të punoni në programin Word në rastin tonë këtu, dhe më pas atë dokument do ta ngarkoni në linku që jepet, pra kliko këtu për të ngarkuar dokumentin. Si do të realizohet kjo? Nuk duhet të jepni submit, kujdes, pra nuk duhet pa përfunduar dhe ushtrimin këtu, sepse nëse ju i jepni submit, atëherë i gjithë testi do të vijë tek adresa ime emailit, por pa ngarkuar dokumentin e Wordit. Prandaj, ajo që duhet bëni është të hapni programin Word, pra tek search ju mund të shkruani ose tek start të gjeni Wordin, apo search mund të shkruajmë Word. Për të hapur, duke qenë se kërkesa na kërkon që të krijojmë një dokument në Word. Për të punuar më mirë, unë shpesh ja sugjeroj një gjë të tillë. Pra këtu kemi dritaren e Wordit.
Në qoftë se çojmë mausin pa klikuar, ne na jepin mundësia që të ndajmë ekranin në dy pamje dhe në këtë mënyrë çfarë ndodh? Në anën e majt kemi kërkesën apo ushtrimin që do na duhet të zgjidhim apo që duhet të përgjigjemi, kurse në anën e djathtë është programi Word ku ne do të punojmë dhe më pas na ngarkojmë në linku siç u thash më parë. Krijoni dokumentin në Word duke zbatuar kërkesat e mposhme. E para është krijoni një imazh si në figurë. Pra, po themi do jetë figura kjo. Çfarë do të bëjmë? Nëpërmjet komandave që kemi mësuar, që janë nëpërmjet shapes, kemi mundësinë që insert shapes të ndërtojmë figurën ashtu siç e kam dhënë dhe unë në pjesa e testimit. Po marr si shembull, thjesht po ndërtoj një shtëpi, nuk po e plotësoj me rrugën apo me të tjerat, por thjesht mënyrën si do realizoni dhe jo. Nëse duam ngjyrat, mund të ndryshojmë ose mund t'ja heqim, vendosim një sfond të bardhë dhe kështu me radhë. Pra në këtë mënyrë do vendosim apo do realizohet kërkesa e parë. Ju do ta rregulloni normalisht sa më mirë që t'jete mundur në mënyrë që të merrni dhe pikët sa më shumë për këtë ushtrim. Pra, krijoni një imazh në figurë, supozojmë sikur unë e kam krijuar. Duhet të klikojmë më poshtë, më pas japim enter për kaluar përsëri në këtë faqe të Wordit, por për të krijuar kërkesën ose për të zgjidhur kërkesën e dytë. Krijoni një smart art të tipi cycle për aktivitetin ditor. Përsëri, duke qenë se ne kemi folur për smart art, atë gjën tek menuja insert keni ikonën e smart art ose nëse është pamja e plot, do ju shfaqet në këtë mënyrë, pra smart art. Prandaj unë po kaloj përsëri siç e kisha. Do zgjedhim smart art. Kërkesa në thotë që duhet e tipi cycle, prandaj zgjedhim në listën e të majt tipin, po marr një nga rastet, pra ciklik. Dhe aktiviteti ditor, pra atë çfarë ju bëni ose çfarë keni në momentin që jeni gjatë një dite normale, pra ngrijeni, bëni gati për në shkollë dhe më pas vazhdimësia se si vazhdon dita juaj. Pra ngrihemi në mëngjes, bëjmë gati për në shkollë. Pra normalisht do të përgjigjeni për atë çka do të kërkoj kërkesa. Në rastin këtu aktivitet ditor, unë prandaj po shkruaj si për shembull për ilustrim, por jo se do jetë kjo në ditën e testimit. Shkoj në shkollë dhe kështu me radhë. Përsëri e mbaruam dhe kërkesën e dytë. Atëherë çfarë do të bëjmë? Përsëri me enter kaloj në rresht të ri. Nëse nuk kemi vend mjaftueshëm, përsëri enter, mund të krijojmë një faqe të re brenda të njëjtit dokument. Ku krijoni një smart art proces si të jetojmë shëndetshëm. Tani e njëjta gjë siç bën në rastin e parë, vetëm se këtu do të kemi kategorinë që është proces. Dhe në këtë rast do zgjidhni përsëri një nga kategoritë ose një nga opsionet që juve ju duken më përshtatshme, por marr si shembull rastin e parë. Dhe këtu do të shkruajmë të gjitha ato veprime që ne do na jepin në kërkesa, sepse do ja jap unë këtë gjë. Pra një, mbajmë ambientin pastër. Tjetër, çfarë mund të bëjmë? Të kujdesemi për higjienën tonë. Dhe kështu me radhë hapa të tjerë. Nëse do na duhet që të shtojmë dhe një tjetër shapes, sepse ndoshta kemi më shumë se sa na jepin në rastin këtu, që na jep vetëm 3 mundësi për të shkruar, atëherë keni tek Smart Art Design keni Add Shapes dhe Add Shape After ose Add Shape Before, pra që ose e shton mbas të fundit, sepse këtu jam unë tani, ose e shton para të fundit, ose një mënyrë tjetër është klikoj me të djathin e mausit, përsëri Add Shape dhe na jepet të njëjta komanda siç jo thash pak më përpara. Pra në këtë mënyrë do të kemi ose do realizohet dhe zgjidhja e ushtrimit në programin Word, atë që kërkon kërkesa e ushtrimit 5. Pasi të bëjmë të gjithë këtë, hapi tjetër shumë i rëndësishëm është që ne të ruajmë dokumentin. Pra ruajeni dokumentin me emrin tuaj dhe më pas ngarkojeni tek linku që jepet më poshtë. Ne dim për ruajtjen e dokumentit shkojmë tek file, komanda save as, më pas browse për të ruajtur dokumentin aty ku ne duam dhe ju sugjeroj, duke qenë se po realizojmë testimin në kompjuter, atëherë ta ruani dokumentin në desktop. Zgjidhni desktop pra në të majt, mund të
zhvendosim ose mund të lëvizni nëpër faqen e punës me anë të ashensorit. Desktop, këtu vendosim emër mbi emrin tuaj, emër mbi emër, dhe më pas japim save. Por dhe këtu nuk kemi mbaruar plotësisht, sepse kërkesa thotë që ta ngarkojmë më pas dokumentin tek linku. Çfarë do të bëjmë më tej? Klikojmë tek linku, do na dalë një dritare e tillë. Add file, pra do na jepë mundësia që të ngarkojmë dokumentin, files from computer, pra të ngarkojmë një dokument nga kompjuteri. Zgjedhim desktop, gjejmë dokumentin me emër mbi emër, pra atë që ju thash më parë, e bëjmë open. Këtu do ju kërkoj emrin dhe mbi emrin tuaj, pra që mund të shkruani vetëm emrin këtu, pa rëndësi ka, ose emër mbi emër, nëse dëshironi, dhe tek adresa emailit mjafton të shkruani një gjë, pra emër mbi emër @gmail.com. Pra edhe pse mund mos jetë e vërtet kjo adresë emaili, mjafton që të shkruani në një format të tillë, emër mbi emër dhe @gmail, @outlook, si dëshironi ju. Më pas upload. Në momentin që jepni upload, do ju dalë një mesazh i tillë që tregon që u ngarkua dokumentin në adresa ime. Dhe në këtë rast, pasi të jemi siguruar për këtë gjë, ne mund t'i japim më pas submit, pra që të përfundojnë testimin ton. Pra submit, dhe këtu do ju dalë një mesazh: detyra për mbledhje 3 mujorit të parë, rezultatet tuaja janë regjistruar, faleminderit. Këtu keni mundësi të shikoni dhe pikët, për shembull për pyetjet të cilat janë pyetje me alternativë, me zgjedhje, me një nga opsionet, pra e vërtet ose e gabuar. Kurse pyetjen me zhvillim normalisht nuk do t'i shikoni pikë, sepse duhet që t'i shikoj unë se si ju jeni përgjigjur dhe më pas t'i vlerësoj me pikë. Pra, siç e shikoni, janë vetëm pyetje me alternativa. Dhe nga këtu që të shikoni përsëri ku jeni përgjigjur saktë dhe atë që jeni gabim, si duhet të ishit përgjigjur. Pra, kjo është mënyra se si do të zhvillohet testimi në Atlantic. Vetëm kujdes, siguroni mirë që i keni realizuar të gjitha kërkesat përpara se të klikoni submit. Faleminderit.